Ai realisht nuk e bën, se po ta mendoj ai që unë jam një femër që kam një jetë që po vuj për me kap disa gjëra në rrugtimin tim, për me arrit disa gjëra, pa jam këtu ku jam, prap kam edhe vujtje, kam mërzitjet e mia, kam ballafaqimet e mia, gjërat e mia, prap duhet dal nga këtu, kam jetën time përpara që ec. Unë jam e sigurt që ai po ti mendoje këta gjëra në atë moment që i thot fjalët, ai nuk do i thot fjalët. Qoftë lundrimi, qoftë edhe të tjerët, qoftë edhe Toni, qoftë ndoshta pjesërisht edhe Edi, qoftë ndoshta pjesërisht edhe Ygerta, ose qoftë pjesërisht edhe Shkurta, e kupton? Dhe tani çfarë ndodh? Unë edhe kur i shoh tjerët që kanë mllef, mërzitem pse bre këta kanë kaq shumë mllef me tjetrin, e din? Unë tani për vete kam gjetë balancën dhe akoma më shumë, s'po them që ndoshta balancë totale, po unë ndihem më e balancuar se kur më parë, edhe unë tani kur e ndjek këtë lloj kënaqësie, edhe shoh tjerë sa të frustruar janë, them kur do ju vijë edhe këtyre momenti, e din? Edhe e kam me gjithë kënaqësi që t'ju vijë momenti. Ndoshta bigu nuk është vendi, nuk është momenti, se e kam parasysh ndodhe edhe ky efekti që po s'pata agravime, po s'pata debate, po s'pata arrogancë, sharje, ofendime, këta e mendoj se nuk shkon dot deri në finale. Pse më vlla patjetër me sharje, ofendime, me agravitet? A në qysh na shofun neve krejtë? Unë nuk na shof që tash si jemi, po dhe vetëna, unë na shof si fëmijë 5-6 vjet, që jemi të gëzum, jemi të lumturum, po dhe kemi trauma, edhe që ato trauma na kanë bërë si jemi që tash. Do të thonë, unë tash, po që tash për shembull lundrimi që po ta thot një send, po ti nuk e din çka ka përjetuar. Ndoshta ai ka pas sende një jetë që ja kanë bodo sende, edhe ti nuk e di çka ke përjetuar. Do të thonë, që kjo sendi maj, nëse munda mi thonë diçka djalit tim, nëse një herë kom djala qik, i thomë, dëgjoj babin, është shumë e rëndësi. Kur, mos e shaj, mos e disrespekto, mos kërkon, se nuk e din çka ka përjetu. Ndoshta që njëri përballë e ka një jetë shumë atë vështirë, o ka hek shumë atë tepër se ti, po e run buzëqeshin, ose kur, ruje, mbaje veten, edhe gjithë pyete, a je mirë, si je, edhe nëse ka mendimin ndryshe, mos provo me kundërshtu se ai qatë mendime ka arrit me krejt përjetimin e vetë. Do të thonë, ti s'munësh mi ndryshu, ti munësh mi ndihmu, mi jap një rrugë tjetër, po pa i thonë që e ka keq. Vetëm thonë, po ta sugjeroj me qëto, nëse don. Po ju mi thonë, qëto, qështu, qështu. E për shembull, kjo historia e valizjes që ndodhi sot, apo ti e ke bu këto për me bo pak hajgare me zgjedhje misione. Por, tash, paramendohet disa pjaty femrav, do shta kanë përjetu një ngacmim që kur kanë qenë vegjla, ju kanë vjedh diçka, ju kanë bu... E kur ja u ke bo që ato e kanë përjetu edhe një herë, do thonë, e plus o thyni sen... Për shembull, bija për shembull, nuk di, do shta që ato ja ka jap dikush që e donë. E për që ta ti, e po e di që ti se ke mendu këto, se ti s'ke dosh me bu për të keq, ato e di, s'ke dosh me bu për të keq, dhe këma shë fore. Kjo ndodhi, do thonë, kjo ndodhi, po du m'ja kuptu edhe aty në mendimin pse po reagojnë. Ku gjumë ati për? Shifa, se këtë e thanë edhe ata që parë, kur ndodhi situata me vajzat edhe me bijën. Në momentin kur reagon tjerat, po pse na e bërë, se mund të ta bëjmë edhe ne, unë thash, okej, kjo është lojë, unë e kuptoj këtë gjë, që gjërat sipërfaqësore, që janë kështu sipërfaqe këtu në ambientet e shtëpisë, mund mi merrni edhe mu, unë e pranoj këtë lojë, pa kam hy këtu. Ama momenti kur përkthehet gati si kur me qenë unë kosh plerash, ose më usha për aromën e gojës, ose për diçka tjetër, unë vërtet mirë kuptoj ti, ama edhe ti mirë kuptoj mu, mos më sha, mos më ofendos, edhe unë lëndohem, edin? Unë shembull aty nuk e shfaqa shumë vetëm, po unë brënda u piklova, edin, maksimum, po vetëm nuk doja me nxjerr lot, se mos mendoni si kur do viktimizohem, po për mu është pak e rëndë, se dhe unë kam një jetë për jashta. Ama a ki pas si tha Edo tha shumë mirë, tha jo ndo njerëz, shumë fort tha që to, dhe tha jo ndo njerëz din me argumentu, me thonë pse kështu, e do njerëz shajnë, e do njerëz se cili e ka veprin e vetë, apo kupton, në më thonë, kur e dhe zjarin, nuk mush me thonë asë mu kallë shtepia, pse e ke dhe, në më thonë, ndohë, nështë të skallë shtepia, nështë ta del diçka, Erdha direkt, prit.